Arbër Hoxha është kryefjalë të Dinamo Zagrebit prej rreth 10 ditësh. Sulmuesi kombëtares ka shënuar 2 herë në kampionat, ndërsa edhe ka asistuar 2 gola të tjerë. Një prej golave ku dha pasimin vendimtar ishte në Ligën e Europës. Dinamo Zagrebit fitoi dje 4-1 përballë Slaven Belupos. Hoxha luajti në pjesën e parë ku edhe shkëlqeu me paraqitjen e tij. Për këtë sofascore vlerësoi me notën 8.5. Arbër Hoxha po ashtu u përfshi në formacionin e javës. Ansori i lindur në Gjermani është prej janarit të vitit 2024 pjesë e Dinamos Zagrebit, vetëm në këtë edicion po ja del të spikas ndër shokët e tjerë të skuadrës. Arbër Hoxha ka shënuar sërish për Dinamon e Zagrebit, pas rrjetës që gjeti ndaj Hajdukut të Splitit, sulmuesi kombëtares tundi rrjetën ndaj Slaven Belupos, i vetëm në zonë, ndërsa rrethohej nga disa futbollistë rivalë, shpllokoi takimin. Jo vetëm kaq, pasi Hoxha asistoi dhe golin në minutën e 2 të pjesës së parë. Kështu Dinamo Zagrebit e mbylli në avantazh 2-0 fraksionin e parë ndaj Slaven Belupos. Duhet thënë se Hoxha po kalon një formë të shkëlqyer para ndeshjes në Serbi.